Mirëmbrëma të nderuar miqtë mi. Këtë herë pranë jush do të vim me një histori shumë e keqe. Unë dua të them një fjalë. Po ja ktheve shpinën nonës, ja ke kthi shpinën Zotit. E kështu është kjo historia. Është një rrëfim nga zonja Selvie, e cila ka shkruar me lot në sy. Dhe sot për herë të parë, ajo do të nxjerrë pranë jush gjithçka që shpirti i saj ka mbledhur për vite me radhë. Unë quhem Selvie, jam 68 vjeç dhe jetoj në një banesë të vogël në periferi të qytetit. Në shtëpinë time nuk dëgjohen më zëra, nuk ka më erë gjelle, nuk ndizen më dritat në orët e vona të natës. Ka vetëm heshtje, dhimbje dhe kujtime. Kujtime që më vrasin, por më mbajnë të gjallë. Dhe sonte vendosa t'i ndaj me ju historinë time. Jo për mëshirë, jo për lavdim, po për të treguar si dashuria e një nëne ndonjëherë kthehet në mallkim. Burin ma mori jeta shumë herët. Isha vetëm 28 vjeç. Kishim pak vite të martuar, me një djalë të vogël 2 vjeçar. Një mëngjes si gjithë të tjerët, ai doli nga shtëpia për të shkuar në punë, edhe nuk u kthye më kurrë. Një aksident, një copë metal, një çast dhe gjithçka përfundoi. Bota mu shem. Trupi më dridhej, syt nuk më qanin dot nga shoku. Djali nuk e kuptonte pse babai nuk po vinte më të luante me të. E unë u bëra gur. Gur që nuk kishte luksin të thyhej. U betova përpara varit të tij se nuk do ta zhgënjeja djalin ton, se do ta risja në nder, me moral edhe me dashuri të pastërt. Nuk pranova të martohem, edhe pse të gjithë të afërmit më bënin presion. Je e re, Selvie, çfarë do t'i bësh jetës, më thoshin. Por zemra ime kishte veç se një burr, atë që më kishte lënë dhuratën më të madhe, djalin ton. Si mund të sillja dikë tjetër në shtëpi dhe të rrezikoja, ta shihja djalin tim të vuante nga ndonjë njerëg që nuk do ta donte siç duhej. Jo, nuk mundesha. I fala rinin tim birit. Çdo ëndër që kisha për vete ja fala atij. Shita floririn e martesës për ta çuar në shkollë. Shkova portë më portë duke kërkuar punë. Kam larë shkallë, kam pastruar spitale, kam bërë punë të rënda që më lodhnin trupin, por jo shpirtin. Çdo mbrëmje kur e shihja djalin tim duke fjetur i qetë, ndjesha gruaja më e pasur në botë. Më thoshte mami, kur të rritem, do të blej një shtëpi të madhe. Do të mbaj si mbretëresh, e unë qeshja, sepse besoja. Besoja çdo fjalën e tij. Dhe u rit. U bë burr. Një ditë më solli një vajzë në shtëpi dhe më tha, kjo është dashuria ime. Dua të martohem me të. E unë si nënë e prita me krahët e hapur. Nuk e njoha shumë, por vendosa ta dua sepse ishte zgjedhja e djalit tim. I fala stolit që më kishin mbetur. I bleva fustan, i bëra gati dhomën më të mirë të shtëpisë. E thërisja bia ime. E kisha si bijë mbese nuse në të njëjtën kohë. U bëra për të edhe shoqe, edhe nën, edhe mbështetje. Por pas martesës, gjithçka ndryshoi. Vajza që më dukej ëngjël, kishte zemër prej akulli.
Filloi të më fliste me përçmim, të më shihte si barë, e unë heshtja. Nuk doja të prishja lumturinë e djalit, por ajo i mbushte mendjen e i thoshte se unë po ndërhyja, se unë po i kontrolloja jetën, dhe djali im filloi të ftohej. Fillimisht nuk më fliste më me ditë të tëra. Pastaj filloi të kthehej vonë, të mos më shihte më në sy. Dhe një ditë iku, pa një përqafim, pa një mirupafshim. Shkuan në Greqi, ndërsa mua më lanë me një pension të vogël edhe heshtje. Nuk më morën as në telefon, nuk më pyesi nëse jam mirë, nëse kam bukë për të ngrënë apo ilaçe për të pirë. Dhe jo, nuk është se nuk kanë mundësi, por ajo nuse që i hodha gjithë dashurinë time, nuk do të më sheh kur as me sy, më uren. E pse? Sepse jam vjera, sepse ndoshta nuk është rritur me modelin nënë dhe vjerë, sepse edhe nëna e saj ndoshta nuk ka ditur ta respektoj një plakën. Ndërsa për nënën e vet, po i the një fjalë, i del zjarë nga syt. Unë nuk e mallkoj djalin tim. Kur? Ndonë se e shoh që dita ditës më haron, zemra ime nuk di të urej. Jam nën, dhe nëna din vetëm të falin. Unë e di që një ditë do të pendohet, do të vi, ndoshta e plakur, me kokën e ulur. Me lot në sy do të më kërkoj falje, por ajo ditë do të jetë shumë vonë. Ndoshta kur të vi do të më gjej në dhe, me një kuror plastike mbi varr dhe me një fotografi të vjetër që më tregon duke qeshur edhe pse unë kam qarë gjatë gjithë jetës. Sot unë jetoj e vetme. Në dimër, uji ngrohën më mbaron shpejt, edhe shpesh bëj dush me ujë të ftohtë. Kam dhimbje në këmbë, por s'kam kush më dërgonte mjeku. Kur bie shi, uji hyn nga dritarja, dhe kur bie borë shtrëngohem me një batanie të vjetër që ma ka sjell një shoqe e vjetër sepse djali im nuk kujtohet të më sjell një të re. E vetmja gjë që më mbajti në jetë deri më sot ishin kujtimet. Kam një kuti me fotografi. Aty është buri im, djali im kur ishte foshnje. Festa e ditëlindjes së tij me tullumbace të verdhë dhe një tortë të vogël, që me një letër që më lër të vuaj. Më mjaftuan këto vite të vetmuara, po ai hesht si të gjithë. E shikoj burin tim në fotografi dhe i flas, hajde më merr me vete, pse më le të vuaj? Por s'ka përgjigje. Kjo është historia ime. Historia një nënës që hoqi dorë nga gjithçka për të birin, dhe në fund e pagoi me vetmi, me heshtje, me përçmim. Nuk kërkoj as një gjë, as mëshirë, as lëmosh. Vetëm që historia ime të mbetet si mësim për çdo që haron, se në këtë botë nuk ka dashuri më të pastër se sa dashuria e nënës për djalin e saj.